Mirdita. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi lidhur me vendimin e Erion Veliajt për të ankimuar në gjykatën kushtetuese shkarkimin nga Këshilli i Ministrave. Në një deklaratë nga Selia Blu, kryedemokrati pretendoi se Rama tentoi të bënte një marrëveshje me kryebashkiakun e shkarkuar për të mos ankimuar vendimin, por dështoi. Domethënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen gjersa ai ju ka kërkuar avokatëve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Sipas Berishës, dhe kandidatura e Ogerta Manastirliut është një plan i kreut të qeverisë. Tronditjen e tmerrshme të Ogertës kur mësoi se emrohet kandidate për kryetare bashkie. Edi Rama lau duart me te. Se Edi Rama e dorëzoi atë në fatin e kujt? Në fatin e Erion Velis. Kryedemokrati theksoi se pavarësisht se betejë do të vijojë në kushtetuese, presidenti Begaj do të firmos dekretin për datën e zgjedhjeve të pjesëshme lokale në Tiranë. Prishti nga ora 1 kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Gjatë konferencës, Berisha lajmëroi se po diskutohen disa emra nga të djathtët për të garuar kundër Manastirliut në Tiranë.